Shenja të mira për sektorin e ndërtimit në Gjermani, që do thot shenja më të mira edhe për punë, eventualisht për qirat dhe banime në këtë vend. Gjatë vitit të kaluar 2025 janë dhënë më shumë leje për ndërtime, që është më shumë se një shkëndi shpresë pas një kohë vërtet të gjatë të krizës, në veçanti në 3 vitet e fundit. E ju e dini që në sektorin e ndërtimit punojnë 10.000 shqiptarë në Gjermani si punëtor, ashtu edhe si përmarrës. Por, para se të vazhdoj me zhvillimet pozitive në ndërtimtari në Gjermani, ju kujtoj se sponsori i kanalit ton, kompania Mana, është duke ndërtuar rreth 40 shtëpi ekskluzive vetëm rreth 5 km nga qendra e Prishtinës. Pra, nëse jeni të interesuar për shtëpi me kualitet të lartë, me standarde të larta, në ajër të pastër dhe vetëm 5 km larg qendrës së qytetit, shikoni pak në lagjen Simfonia, atje mund të keni të gjitha. Shtëpin, kopsht, shkollë për fëmijë, si dhe rrugë e parqe për fëmijë, por edhe për të rritur. Për më shumë shikoni pra këtë linkun e lagjës Simfonia poshtë, e këtu keni edhe numrin e telefonit ku mund të merrni dhe të bleni një shtëpi ekskluzive në qoftë se jeni të interesuar. Po e them ekstra, miq të dashur, sepse shumë njerëz kohët e fundit po mendojnë dhe po shprehin mendime të kthehen në vendlindje. E ky është një shans i mirë për të bler një shtëpi afër Prishtinës. Por të kthehem në Gjermani. Sipas shifrave nga zyra federale e statistikave, në vitin 2025 janë dhënë plot 238.500 leje për ndërtimin e apartamenteve dhe shtëpive, që është një rritje mesatare prej 10.8% krahasuar me vitin 2024. Gjatë vitit të kaluar 2025 është rritur numri i lejeve për ndërtime për herë të parë që nga viti 2021. Në veçanti është rritur numri i lejeve për shtëpi të reja që janë ndërtuar. Numri i lejeve për ndërtimin e shtëpive është rritur për shembull për plot 17.2% krahasuar me një vit më parë, gjithmonë po e them. Ndërsa sa i përket banesave apo apartamenteve, quajeni siç të doni, janë dhënë plot 12.1% leje më shumë për ndërtime se një vit më parë. Në veçanti janë shtuar ndërtimet në pjesën e dytë të vitit të kaluar, që do të thotë se ky trend pritet të vazhdohet edhe në vitin 2026, pra këtë vit që jemi tani. Autoritetet gjermane e shohin këtë rritje si një pikë kthese në ndërtimin e banesave, sepse në gjysmën e dytë të vitit është shënuar një rritje prej 17.8%. Pra në gjysmën e dytë është fjala. Në përgjithësi, disponimi në ndërtim është përmirësuar muajt e fundit, ndërsa investimet po rriten. Autoritetet dhe investorët janë tani më të bindur se në të kaluarën se gjendja po shkon në drejtimin e duhur dhe janë më të gatshëm të investojnë para në ndërtim. Qeveria e mëparshme e kancelarit Scholz, e dini pra këtë, pati premtuar se çdo vit do të ndërtohen rreth 400.000 apartamente të reja, por kjo nuk është realizuar kurrë. Ndërsa qeveria e tanishme e kancelarit Merz pohon se investimet më të mëdha tani më kanë filluar dhe se ky trend pozitiv pritet të vazhdohet. Sidoqoftë, vitin e kaluar, pra vitin 2025, janë përfunduar rreth 225.000 apartamente. Shumë e qartë që vendi ka nevojë edhe për më shumë banesa dhe apartamente, në veçanti për banesa sociale, është fjala sepse çmimet e banesave dhe qirat kanë shkuar vërtet në qiell, besoj se e din secili për ju që jeton në Gjermani. Në qytetet si Munich apo Berlin, Frankfurt, Köln e të tjera, është shumë vështirë edhe të gjesh banesë me çmime normale, kam fjalë. Ndaj, shpresojmë që me rritjen e ndërtimeve do të qetësohet pak edhe tregu i banesave dhe i qirave. Të paktën këtu shpresojmë ne të gjithë pra, sepse qeveria thotë se trendi i ndërtimeve do të vazhdojë edhe në vitin 2027 e 2028 tutje. E unë me siguri që do ta ndjek me shumë vëmendje këtë proces dhe do t'ju njoftoj. Ndërsa ju mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video. Besoj se lajmeve të mira u gëzohen të gjithë, në veçanti ata që punojnë eventualisht në ndërtim. Faleminderit dhe mirupafshim.